Anon humbjen. Se është problem me siguru 47 i ka, edhe po i siguroj ka edhe krejt ata deputete jo pakicave e sërbe bojnë. Ramushi duhet me i vetë që siguron këtë votat të opozitës. 61 s'jem, prap nuk jenë 61. Do të prap me mor dikon vota anin, ato lista sërbe, që apo dione. Këto gjona tje. Kështu që është e pamundën, edhe këj propozimi që edhe Ramushi është i pamundën. Besniku, Besnik ka ju. Besniku. Unë në fakt, po është i njëjti skenar që ka përdore që tha Lili në fillim, prej 9 shkurti 2025, edhe mendoj që ka me vazhdu kështu, edhe në shkoj Kjo është e treta e vërteta para Albinin. Unë mendoj që kemi me shku në zedhe. Ti prapë thuaj epilogu zgjedhjet? Zgjedhjet, në fond janë zgjedhje. Po. Për shkak se tash e kemi edhe vendimin tash Hagës ky e nal komplet PD-n tash me marr pjesë çfarë do lloj procesi në kuvend, edhe metet e bllokuar situata. Me LDK-n këtë formë çish është tash është pak problematike. Është problematike se a mund të mjaftoj një pjesë e LDK-s? Jo, s'mundet. Jo, ai do të më pas sigurinë që në kuti kanë me qenë 80 vota. Ekziston edhe një mundësi tjetër. Ku me marrë qatë siguri? Ekziston edhe një mundësi tjetër. Presidenti Ramushi i ka krejt votat edhe pjesat që hynë qeveri me LDK-n që i qojnë turt edhe i ban prap votat. Po kush, Ramushi të bëj ison dikujt nga LDK-ja? Jo, Ramushi tjetë president, PD-ja të hynë në qeveri. Vota është në kuti. Ka një aty mundësit njerëz brodhëmim shuvi fletë votimit janë shumë mëdha. Që është nuk shihet. Korça është duke shpresu që një ujdi do të gjendet për arsye se ju e shihni një mosgadishmëri të partive politike për shkuar edhe një zgjedhje. A i bie kështu? Sa po të themi me hupe edhe më shumë